Gjykata themelore në Prishtinë dënoi Dragisha Milenkovicin me 7 vjet burg duke përfshirë edhe kohën e kaluar në paraburgim për vepra penale të krimeve të luftës, si dhe me gjop prej 1.500 euro për armbajtje pa leje. Milenkovic u arrestua me 21 qershor të vitit 2023 dhe u akuzua për shkelje të rregullave të së drejtës ndërkombëtare dhe turturimit sistematik të burgosurve shqiptar gjatë konfliktit në Kosovë, si roje burgu në Lipjan. Mbrojtja ka të drejtë të ankohet në gjykatën e apelit. Miloš Antonovici nga Shitkovci afër Zveçanit, i cili u arrestua në ndyshimet se kishte sulmuar pjesëtarët e KFOR-it gjatë protestës së 29 maj të vitit 2023 në Zveçan, policia ka urdhëruar ndalim prej 48 orë. Sipas avokatit të tij, Vasili Arsic, ai theksoi se hetuesit i kanë treguar Miloshit disa fotografi në të cilat ai gjoj apo sulmon ushtarët e KFOR-it, por se në ato foto janë 4 persona të ndryshëm, asnjëri për të cilëve nuk është Miloš Antonovic. Ai shtoi se përveç atyre 4 fotografive, prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë tjetër kundër Antonovicit. Ministri i Punëve të Jashtme i Bullgarisë, Georgi Georgiev, deklaroi se janë të pasakta informacionet se Bullgaria ka shprehur interesim për t'u bashkuar marrëveshjes për forcimin e bashkëpunimit në mbrojtje ndërmjet Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë. Ai deklaroi se ministria e tij ka marrë një kopje zyrtare të dokumentit të nënshkruar, por askush nuk ju ka drejtuar palës bullgare me ndonjë ftesë për t'u antarësuar. Ministri i Mbrojtjes së Kosovës, Eyüp Maqedonci, tha dje për televizionin turk se ka konfirmim nga Bullgaria se dëshiron të bashkohet kësaj aleance ushtarake. Analisti politik Shkelzen Maliqi vlerësoi se seanca konstitutive e Kuvendit tregoi se është Kosova një shoqëri e ndarë dhe se Albin Kurti është fajtor për krizën institucionale. Votuesit e shpërndan forcën e partive në mënyrë që pakicat, veçanërisht minoriteti serb, lista serbe të jenë shumë të vështirë të formohet një qeveri pa ta, tha Maliqi për Kosova Online. Duke komentuar konstituimin e dështuar të Kuvendit, ai thotë se do të zgjidhet, por se opozita i ka treguar partisë në pushtet se nuk i ka vota të mjaftueshme as për të verifikuar mandatet. Kosova u gjende një situatë që askush nuk e priste, thot analisti politik nga Beogradi Ognjen Gogić. Ai thot se kjo situatë nuk i konvenon askujt sepse paraqet një derogim të institucioneve e cila mund të kthehet si bumerang politik për çdo parti. Politikisht situata aktuale i përgjigjet më shumë opozitës, sepse ka treguar se Albin Kurti nuk e ka shumicën e Kuvendit e Kosovës dhe se nuk mund të formojë qeverinë. Në anën tjetër, duke mos votuar për mandatet e veta, opozita tregoi mungesë respekti për Kuvendin, thot Gogić. Ushtrusja detyrës së ministres së drejtësisë të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka deklaruar se lëvizja vetëvendosje nuk është e pajtuar për koalicionin me Partinë Socialdemokrate Nisma dhe se në atë drejtim nuk janë zhvilluar bisedime. Ajo theksoi se të gjitha lëvizjet e partisë së saj ishin publike dhe se nuk kishte asnjë marrëveshje me Nismën. Ajo shtoi se ende nuk është vendosur se kush do të zëdhë cilat poste në qeverinë e ardhshme, por se është e gatshëm të marrë çdo funksion që, siç tha ajo, i është caktuar asaj. Kryetarja e SDSH-it Emilia Regjepi thot se seanca konstitutive e Kuvendit të Kosovës dështoi jo për mungesë votash, por për mungesë të deputetëve në sallë. Ajo mendon se mos koordinimi mes grupeve parlamentare dhe qendrimet politike pengojnë formimin e institucioneve të reja. Emilia Regjepi paraprakisht ka deklaruar se do të mbështesë formimin e qeverisë së re të Albin Kurtit, të cilën partia e saj e ka mbështetur edhe në mandatin e kaluar. Zyrja rregullatorit për energjinë në Kosovë ka miratuar rritjen retroaktive të energjisë elektrike prej 16.1% që nga data 31 mars dhe vlen për të gjithë kategoritë e konsumatorëve. Para vendimit e përfundimit të zyrës, qytetarët e pakënaqur me rritjen e paralajmëruar të rrymës
kanë protestuar në Prishtinë ditët e kaluara, ndërsa përfaqësuesit e shumë të bizneseve dhe analistë ekonomik kanë pohuar se rritja e çmimeve do të ketë ndikim jashtëzakonisht negativ në ekonomi dhe standardin e qytetarëve të Kosovës. Moti nesër në Serbi do të jetë kryesisht me diell dhe shumë i ngrohtë, do të fryjë erë mesatare deri e fortë nga jugperëndimi, ndërsa në zonën e Korshavës do të jetë erë juglindore me valë të stuhisë. Në mbrëmje dhe gjatë natës në disa zona është e mundshme rreshë shiu me bubullima, temperatura mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 14, kurse ajo maksimale ditore prej 22 deri në 28 gradë Celsius.